Shqipëria këtë vit do të përfaqësohet përmes këngëtarëve me prejardhje kosovare. Në fakt, përkatësisht familja Kelmendi me këngën Duje do të jetë zëri i tërë shqiptarëve në Eurovisionin e këtij viti, i cili do të mbahet në Liverpool. Përmes këngës Duje, një këngë e cila në fakt ka ngjall goxha reagime të ndryshme, disa me kritika pozitive e të tjerë me kritika negative, si për çdo këngë tjetër, siç është edhe zakon. Kemi ata të cilët e pëlqejnë edhe ata të cilët nuk e pëlqejnë një muzikë, që është gjithçka e kuptueshme, mirë po për të diskutuar më në detaje lidhur me këngën, me përfaqësimin e Shqipërisë nga kosovarët këtë vit në Eurovision, mirë po edhe në vitet e kaluara kemi pas mundësinë të shohim kosovar duke përfaqësuar Shqipërinë. Këtu pranë vetes e kam kompozitorin Valton Beshiri, i cilin e falenderojmë shumë për kohën e tij. Zoti Beshiri, faleminderit shumë për kohën tuaj. Sasëse përshëndetje gjithëve. Para se të ndalemi tek kënga Duje, e përmenda në fakt që Kosova ndër vite ka qenë prezente në Eurovision, ndonë se këngëtarët kosovarë nuk e kanë përfaqësu Kosovën konkretisht, mirë po e kanë përfaqësu Shqipërinë, sa mendon se do të duhej, në fakt, të ishte e nevojshme që këngëtarët nga Kosova ta prezantonin Kosovën në këtë kompeticion garues siç është Eurovision. Realisht, përderisa Kosova nuk ka mundësi apo nuk ka hapësirë që të përfaqësohet drejt për drejt në këngën e Eurovisionit, në festivalin e Eurovisionit, me që janë problemet të cilat lidhen me antarësimin e Kosovës në EBU, dhe natyrisht Radio Televizioni i Kosovës si vetmi media publike e cila ka për detyrë edhe të organizojë këtë konkurs, nuk ka themelu ende edhe festivalin, edhe pse festivali është duke u biseduar që sa vite s'paku si test, si provë. Mendoj që përfaqësimi i këngës shqiptare në përgjithësi, pra nuk e dallon Kosovën apo Shqipërinë, sepse ajo përfaqësohet si një komb i përbashkët. Realisht, derisa nuk kemi në festivalin, opsioni i prezantimit të jo vetëm këngëtarëve, por edhe kompozitorëve kosovar në Eurovision mund të jetë përmes festivalit të Radio Televizionit Shqiptar, i cili natyrisht është i hapur për gjithë shqiptarët, jo vetëm nga Shqipëria, por nga gjitha trojet shqiptare. Megjithatë, Kosova ka kapacitete. Përmenda krejnë në fillim sa kemi talenta, ndoshta edhe njerëzat e kuat cilët ndoshta do të kishin me arrit goxha sukses në për këtë lloj kompeticionesh që cilat organizohen. Po, ndoshta spektatorët e dinë që unë disa herë kam tentuar dhe kemi organizuar koncerte, pra jo festival, me kërkesa pak më të mëdha dhe artistike, edhe interpretative, po edhe orkestrale. Pra, në vitet e fundit kam qenë, themi, organizator apo pjesëmarrës kuptimin edhe të orkestracionit dhe dirigentit në disa koncerte ku kemi pasur një numër të madh të instrumentistëve të përfshirë nga Kosova, cilët po besoj edhe po shpresoj shumë që do na bëjnë krenar dhe vitet e ardhshme. E përmenda që kënga Duje e Albina Kelmendis bashku me familjen e saj ka ngjall reagime të ndryshme në opinionin publik. Prej njerëzve më të rëndom deri tek kritik më të mëdhenj të muzikës, kompozitorë ndryshëm kanë pas kritika pozitive dhe kritika negative, kuptohet për këngën. Ku qëndron kënga Duje në tërësi, si këngë në përgjithësi? Po, para se të jap përgjigje kështu drejt për drejt, duhet ta kemi parasysh që konkurenca evropiane apo botërore, më të themi, sepse megjithatë janë rrjedhat botërore, duhet të shikohet në një pasqyrë pak më të lartë, duhet me pas një kontekst më të gjerë të dëgjimit dhe të kërkesave dhe të nevojave dhe të stileve të cilat po përdoren apo po këndohen sot. Unë mendoj që ne shqiptarët shpeshherë vetëkënaqemi me komunitetin ton, me kapacitetin ton, me konkurrencën ton dhe mandej mendojmë që në konkurrencë, kur dalim në konkurrencën e jashtme, e shohim që ajo vetëkënaqësi nuk është e mjaftueshme sepse shohim trendet të cilat po lëvizin për nga aspekti stilistik, për nga aspekti produksionit, për nga aspekti i koreografisë, paraqitjes prezencës
pra në skenë, pra janë shumë elemente të cilat ndikojnë që një këngë të jetë, themi, e pëlqyeshme nga publiku, sepse edhe publiku voton, por natyrisht një herë duhet të kemi parasysh që edhe është një pjesë e votës të njerëzve profesionistë, të cilët megjithatë nuk mashtrohen me prezentimin vizual, por ndëgjojnë këngën, ndëgjojnë edhe aspektin muzikor. Mund të them drejtën, mund të them që kënga duhet si këngë, pavarësisht gjithë kësaj pune, nuk të tjetë shumë konkuruese në krahasim me ato që kemi dëgjuar pramë edhe në krahasim me ato që po shohim, edhe pse edhe në këto raste, pra vendet të caktuara kanë dërguar këngë që thonë ndoshta edhe nuk janë aq atraktive, edhe aq në vijën e Eurovisionit. Shpesh ndodh që disa shtete më të ngarkuara për aspekti i shtetëformimit në vete që të përmbajnë edhe elemente të folklorit të shteteve të tyre, të folklorit të këngëve të tyre, natyrisht duke marrë parasysh dëshirën dhe intencën që të prezantojnë edhe vetveten në këtë festival. Po, realisht këto karakteristika të shteteve të muzikës të shteteve ndryshme janë të veçanta dhe natyrisht për një opinion i cili nuk i ka pas dëgjuar është mjaft atraktive, por mjeshtria është që ato të kombinohen dhe të paketohen në një stil i cili do të jetë gjithsesi i favorshëm apo i kohës apo i pëlqyeshëm për dëgjuesin. Sa i përket këngës, unë mendoj që kënga duhet nuk i jep hapësirë maksimale që Albina të prezentohet si këngëtar. Pra, unë kam bashkëpunu, e njoh Albinën edhe më herët, e njoh edhe familjen, familjen e gjerë që ka muziktar. Ajo është rritur në një traditë muzikore, ka kapacitet mjaftueshëm, por kënga nuk i jep asaj hapësirë që të tregoj maksimumin e vet. Pra, mund të them që kjo është një handicap i vogël i këngës, i cili kapacitetin e Albinës nuk e ka shfrytzuar maksimalisht. Megjithatë, kemi pas se tashmë këtë vetë është votu në pollet që i kanë vendosur edhe Eurovisioni dhe kemi pa Shqipërinë dikun mes shteteve të cilat kanë goxha një audiencë. A mendoni se Shqipëria do të arrijë këtë vetë për dallim prej vitit të kaluar të kualifikohet në finalen e Eurovisionit, edhe pse jo ndoshta të renditet në top 10 këngët më të votuara, sepse nga familja Kelmendi kemi pa deklarata të tilla që synojnë dhe janë mbase deri diku të sigurt se do të jenë brenda 10 këngëve më të pëlqyera, më të votuara të Eurovisionit. Si qëndron kjo pjesë nga syri dhe veshi i një kompozitori? Në fakt, deri më tani kënga më e votuar në Eurovision nga prezentimi i Shqipërisë ka qenë kënga të cilën ka këndu Ronan Ishliu. Pra, ende nuk është mri ai nivel, ai vend në këngën e Eurovisionit. Natyrisht që dëshira e gjithëve është që ajo s'paku të kaloj në finale fillimisht, sepse megjithatë e tregon një vlerë dhe një nivel të këngës. Po ashtu duke marrë parasysh votat e publikut bëhen nga shtetet të ndryshme, natyrisht për poshtë Shqipërisë, cila s'ka drejtë të votojë për vete, gjitha shtetet tjera kanë drejtë të votojnë për një shtet tjetër, duke marrë parasysh përveç shqiptarëve të Shqipërisë, edhe shqiptarët e Kosovës kësaj radhe do të jenë më të involvuar, natyrisht nëpërmjet kësaj interviste i ftoj të gjithë ata të cilët kanë mundësi të votojnë, ta votojnë këngën duje, jo vetëm për shkaqe patriotike, po për shkaqe edhe të afirmimit të vlerave të kulturës sonë muzikore. Dhe në këtë kontekst, ndoshta që do të kemi pra dy palë votues edhe nga Kosova dhe nga Shqipëria, të cilët do të bënin një numër caktuar të votave i cili do ta ndihmonte që kënga duhet s'paku të kualifikohet në finale. Realisht unë nuk kam dyshim në prezentimin e këngës, duke marrë parasysh, e thash edhe më herët, kualitetet e Albinës, kështu që nuk pres që të ketë ndonjë problem ka aspekti interpretativ, me që ajo ka përvojë edhe skenike, ka një vokal mjaft fuqishëm, është talentuar si këngëtare
dhe kjo pjesë është shumë e rëndësishme që në raste caktuara mundet të kontribuojë që një këngë të mos pëlqet apo të ketë probleme. Kemi pa disa herë këngëtarë shumë të njohur ka ndodhur që në koncert live, në interpretim live kanë stonu, nuk kanë qenë sigurt, dhe mandej automatikisht pavarësisht që ka qenë kënga mirë, vetë interpretimi tyne e ka dëmtu këngën dhe shpeshherë ka ndodhur që këto probleme të ndikojnë në vlerësimin e këngës dhe unë po them që pavarësisht që kënga edhe më tuti mendoj që nuk i jep hapësirë maksimale që të prezantohet gjithë potenciali vokal i Albinës, Albina dhe prezantimi i këngës në Eurovision do të jetë i suksesshëm në kuadër të asaj që e njoh dhe në të kuadër të përvojës që ka në skenë. Zotri Beshiri, një pyetje ndoshta edhe kuriozitet më shumë, edhe i shikuesve cilët na ndjekin, po edhe personalisht i imi, ka të bëjmë atë se a janë më të prirur të votojnë ndoshta këngët në përgjithësi të cilat janë më moderne, më të modernizuara, apo këngët të cilat ngërthejnë vete edhe këto elementet kulturore, instrumentet e vjetra tonat, edhe në aspektin edhe në veshjen e juaj, cila ndoshta është një këngë e cila do rrëmbente më shumë zemrat e audiencës, po pse jo edhe të jurisë. Këngë cilat janë më të modernizuara, apo këngë cilat përmbajnë edhe këto elementet folklorike cilat i përmenda. Realisht këto dy fushat ndryshme të vlerësimit. Juria profesionale, kompozitorët, muziktarët vlerësojnë diçka tjetër, publiku e vlerëson diçka tjetër. Natyrisht secili shtet, edhe qoftë në Evropë, e ka një stil të cilën e ndëgjon një numër të madh të rish çka ndëgjohet, çka pëlqehet. Përdorimi i elementeve të folklorit, mendoj, apo të themi elementeve të folklorit, një fryme të një muzike autoktone mundet me qenë shumë atraktive, po edhe në anë tjetër mund me qenë shumë banale. Pra është mjeshtria e një orkestruesit apo një kompozitorit që në çfarë doze e përdor atë element i cili nuk e dëmton një këngë taktuar apo nuk e dëmton përfaqësimin apo prezantimin në përgjithshëm këngës. Megjithatë, duhet me u mendu në një standard mesatar, në një mesatare të përgjithshme e cila është themi edhe kënaqshme edhe për jurin, edhe për publikun që votat e përbashkët të jenë sa më të mëdha. Unë falenderoj shumë që gjetët kohë për të realizuar këtë intervistë, nga këtu Zvashku bashkë me kompozitorin Valton Beqiri, po i urojmë shumë suksese familjes Kelmendi në këtë kompeticion. Faleminderit. Ashtu suksese.